Kryetari i Komisionit Posaçëm Antikorrupsion Fatmir Xhafaj deklaroi se puna e komisionit që ai drejton për reformën në drejtësi do të vijojë pas zgjedhjeve. Deputeti socialist tha gjatë një interviste televizive se puna e Komisionit Xhafaj për drejtësinë është në fazën e analizës dhe se pas zgjedhjeve do të kalojë në fazën përfundimtare atë të ndryshimeve strukturore dhe institucionale. Ky paralajmërim i Xhafajt shpreh qartë dëshirën e socialistëve për të ndërhyrë në strukturën dhe funksionimin e SPAK-ut, duke u fshehur nën petkun e rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Ky komision ka kaluar në fazën e dytë të tij. Kemi të parën analizë me 700 faqe, i miratuar dhe hartuar si dokument zyrtar e parlamentar. Hartimi i planit kombëtar të veprimit pas fazës së dytë, me gjetjet e kësaj analize me mbi 200 masa konkrete, bazuar në rekomandimet e BE-s për të përshpejtuar procesin e negociatave si projekti i Shqipërisë në BE. Faza e tretë për ndryshimet strukturore apo institucionale. Për pjesën e drejtësisë është ende në fazën e analizës dhe planit veprimit, thot deputeti i Partisë Socialiste në një intervistë për Report TV. Ndër të tjera, Xhafaj u shpreh se komisioni që ai drejton ndaloi punimet për shkak të fushatës elektorale, nëse ky komision do të prodhonte diçka pozitive për pavarësinë e sistemit të drejtësisë, vështirë se do të lihej jashtë diskursit politik të PS-s gjatë fushatës. Të ndryshe, Xhafaj pranoi se PS-ja është munduar të sfumojë akuzat e bëra për kapjen e SPAK-ut me anë të Komisionit Posaçëm, duke e lënë atë në heshtje për ta rikthyer më pas kur PS-ja të siguroj mandatin e 4. Fokusimi është te sundimi i ligjit dhe parlamentit, ku ka hyrë në fazën finale. Kurse pjesa për drejtësinë do më shumë kohë dhe ndërprem sepse s'donim ta lidhnim me fushatën elektorale apo ta miksonim me të. Do ishte gjë e gabuar nga ana jonë nëse do e miksonim. Ndaj ndërprem për ta nisur pasi të mbaroj fushata elektorale. Shqetësimi ynë është se si ta çojmë para reformën në drejtësi dhe të kapim standardet europiane, sepse këtë e kërkon edhe BE-ja, shpjegon kreu i Komisionit Posaçëm. Mëteja i shton se argumenti që SPAK godet partitë politike sipas Xhafajt është i gabuar, pasi ky organ nuk sheh përkatësi politike, duke u munduar të minimizojë përgjegjësinë e PS-s për zyrtarët e burgosur në radhët e saj. SPAK nuk merret me partitë politike, nuk godet partitë politike. Ai është institucion kushtetues ku bashkë me gjykatën e posaçme ka prioritet luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit, krimit në nivele të larta zyrtarësh. Do ishte gabim nëse do veprohej apo shprehet që përdoren se po goditet PS apo pse nuk goditet PD. Nuk ka fokus politik SPAK-u, kjo është e gabuar. SPAK ka prioritet krimin në nivelit të lartë zyrtar, pavarësisht se të kujt forca i përkasin. SPAK është një model suksesi dhe eksperiencë suksesi. E kundërta do ishte e çuditshme, vion Xhafaj. Në fund, ai shpjegon edhe kërkesën që ka bërë SPAK-u për zgjatjen e mandatit të prokurorëve, për të cilën nuk pranoi të shprehej pasi sipas tij duheshin para argumentet duke lënë të dyshohet se kërkesa e prokurorëve të SPAK-ut për zgjedhje mund mos pranohet. Është kërkuar nga prokurorët e SPAK-ut, duhet t'i nënshtrohet gjykimit, do verifikohet. Nuk mund të shprehem sot, do ishte e gabuar, pa i parë argumentet dhe pa bërë një diskutim me propozuesit e projektit, si edhe aktorët e faktorët e tjerë për ndryshimet e nevojshme. Kjo është një nga 150 kërkesat që institucionet e drejtësisë kanë sjellë në kuvend e që kërkojnë kohën e nevojshme për të shqyrtuar, diskutuar dhe vendosur apo marrë zgjidhje, përfundon Xhafaj.